një individi, pjesë e shtresës mesatare të popullsisë, i nevojiten 2 paga mujore për të bërë një jetesë dinjitoze, le të themi? Me kushtet aktuale, me pagën mesatare aktuale dhe me realitetin aktual të çmimeve duen 2 paga mujore për të patur një jetesë që në gjuhë popullore mund të themi të mos të dridhe dora për të blerë në çdo gjë që të nevojitet. Mendoj që 2 ose edhe më shumë, duke marrë në konsiderat çmimet që ne kemi, sepse, siç e tham, çmimet e produkteve, qoftë edhe të produkteve të konsumit, janë relativisht të larta, kështu që duke shtuar dhe shpenzime të tjera që mund të jenë për shkollim, pagese një kredie ose pagese një qeraje apo shpenzime të tjera që janë pjesë e asaj jetesës në kushte normale, mendoj që po. Dhe kur flasim për 2 paga, flas për paga që shkojnë mbi pagën minimale të deklaruar që është në Shqipëri.